pasrimit për e kena fotografin tjetër ku mundemi me e pa, dhe mas nej ka me komentu Labi Regja që i thëtë në ty nuk e ke pasru shtratin tënë. Populizmit pasur. Kjo është, në vag një aksionet dhe një shamull shumë i mirë për kushtrimin, të mërveti i këzona e zakonisht shumë këftyrat publike të çfarë do lloj zhanri qofshin, të çfarë do lloj fushë angazhohen komunitet, qoftë përmes kampanjave disuese, qoftë përmes mjedisit, dhe çfarë do të qoftë kauza aty në që e kanë zgjedhur, që është shembull i mirë, po duket që Labi Regja mirë thaj ka mbet një trak hala të vazhduar dhe ajo ka të bëjë me çndrimin Big Brother, sepse besoj se jo hala her pas herë, unë ndjek në Instagram dhe ashtu postimet si që të banorëve të tjerë, her pas here veç fillon edhe poston diçka krejt jashtë, pa logjik, pa rrjedhje logjike, pa u kap me diçka veç thotë fillon banori ka bëu kështu Big Brother. I shkon informacion ose i kafeve në vesh, mandej veç. Ose nashta më shumë i rikthehet në situatë ose i den ai video ku ju ka dogë që s'ka jep mjaftueshëm ose ju ka bën ai farë. Po kjo është mënyra aty që shkorren në media dhe veç pi irriton njerëz. Po sa do që po i irriton njerëz, po prapë seriozisht kjo është mënyra e tij që po qëndron qoftë me atë fotografinë të venuve Muskoj, s'ka lënë kush pa fol për to. Unë pak menoj që ky vetë është ashtu nuk e bën për menajtë në media, po vetë është qasi personazhi. Me që jemi shumë të Big Brother, për ndalim edhe të favoritët e këtij Big Brother, se kemi një tjetër konfirmim, përveç se kanë dalë sa fotografi që ata po vazhdojnë me qëndru bashkë, se po më duket nëse nuk gaboj, hala nuk e kanë konfirmu që të tre që janë bashkë në pushime. Konfirmuan fotot kanë dalë, që bashkë do dokshin që janë të shiju maksimum. Do më thona kanë gënyja, me kështjon. Edhe unë pak jam në dyshime për qëtë pjesë, se diqysh për me njëherë u rikëthyn të në qajo koshkaj, pa... Edhe unë fillimisht menova që veç kanë qëllu, po si pas të gjitha gjasave janë tretë bashkë. Jo, në fakt, jo në bashkë, do kemi kënru nga burimet afërta, po për shembull edhe djetë që kanë qarkullu janë 3 fotografi të secilit prej tyre që është postu paka shumë pjata njëjtë e ushqimit, që më njerë lamu nuk kuptu që mundër me qenë në të njëjtin restoran edhe në të njëjtin vend, i kemi edhe fotografinë e Klode dhe të lëndrimit në Sosgaboj, por që prapë na kemi thonë, në momentin që ishëm i përfshim emocionalisht me një raport shoqëror, gjithçysh kemi u prek. Që tash na po alo dojna me qenë se të dy palët kanë zgjedhur mos me fol publikisht çka ka ndodhur, me çfarë na kemi thonë që respektojmë, se është privatësisë tyne, po e mira është që mbo bashkë. Unë rreth asaj pikzona se për një më kanë pasur kemi shumë të mirë, edhe për lëm poshtë ato që shoqëni nuk zgjasim as Big Brother. Edhe a dini për në fund çfarë formuni shoqënjëri, Gjeneta, Dolce dhe Bejti. Që e bashkë në pushime. Shumë interesant, se kësha pa që këshin mujtë në bashku këto të qëllime. Do këshin shumë bukur, për ndryshe se i pash dika në fotografi, shumë mirë. Se cila ma atraktive se tjetra, do më nëzambër. A kemi diçka tjetër për në fund? Po. Ku tjetër për qafime? Faleminderit shumë për gjitha informacionet që i sollët gjitha këto lajme, shihemi nesër me Agonin dhe Bleninën. Vesa javën tjetër. Javën tjetër. Për në ishtë të zëni tjetër. Po, sepse Vesa po ndikon në shtimin e popullsisë, sa herë po vjen me bereqet. Po, se po kush po me shtatë zonë.